Një ngjarje e rëndë shënuar në orët e paraditës së kësaj të mërkure në bashkinë e Klosit, teksa një 69 vjeçar nga fshati Domi, njësisë administrative Gur në bashkinë Klos, ka humbur jetën, teksa dyshohet se po priste druzjarje në një terren shkëmbor. Viktima është identifikuar si Ibrahim Dema, banues në fshatin Dom. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur paraditën e së mërkurës rreth orës 9:40 minuta, teksa 69 vjeçari ishte ngjitur në një terren të thyer afër banesës për të prerë druzjarje. Dyshohet se në këtë moment ai të ketë rrëshqitur nga vendi i thepisur dhe përpasoj ka humbur jetën nga plagët e marra. Në ngjarje kanë shkuar njëherë forcat e policisë dhe grupi hetimor, ku pritet zbardhja e rrethanave të vdekjes tragjike të 69 vjeçarit. Paraprakisht policia e ka referuar ngjarjen si aksidentale, ndërsa pritet që rrethanat të përcaktohen saktë nga grupi hetimor. Ngjarja ka tronditur komunitetin e vogël të zonës, hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht rastin, ndërsa familjarët dhe të afërmit do t'i japin lam të mirë në fundit 69 vjeçarit, i cili humbi jetën në rrethana tragjike.